Mirë se na erdhët njerëz, zotër kryeministër. Për ne është një nder veçanërisht sepse mbështetja joje ka qenë e jashtëzakonshme për Bashkinë e Kamzës. Kam filluar të rritën dhe është viti i tretë sepse ke qenë disa herë dhe vete ke parë nga afër dhe askush madje se imagjinon që ky park është ndërtuar nga e para prej 84 hektarësh, pa dhe mbështetjes dhe investimit kohët e funit me amfiteatrin veror, me molin, me ambjente sportive, volleyball, basketball, tenis, calceto. Gjithë kjo sipërfaqe është 84 hektar, vetëm pasqyra ujit të liçenit, që është rreth 18 hektar, dhe turp tani kemi mbushur me pemë, ku shkem rreth 80.000 pemë, dhe gjë më mirë që bëm kryeministër, bëjmë dhe uret e zeza të gjitha, rreth 7 kilometër kemi bërë. Po ti shohësh me kujdes. Po i pastër. Kjo është një mrekulli sepse kjo ura realisht i ka dhënë një pamje të jashtëzakonshme. Tu kanë qenë shtëpia, tu kanë qenë po. Tani i vendosim. Mos kemi vënë ndryshimin akoma? Jo, s'ka përfunduar akoma ndryshimi. Dhe këndet e lorëve, ndërkohë që akoma më e madhe ka dyfishi sipërfaqe që është këtu më tanë, që është ndërtuar dhe këndërë është dhe fusha sportive. Është mbyllur dhe shëndetore ka qenë pjesa poshtë bikës, bashkë me shkallare. Ai pjesa fundore ka dalë një mrekulli. Gjithë pedonali është mbyllur, ndërkohë që është bërë dhe moli për të dhënë mundësi, jo vetëm moli është dhe një hapësirë ndonjë për të rinj, por dhe një mundësi për sport ujore, dhe amfiteatri i parkut. Jo integra. A di pse është qetësia këtu kryeministër? Meqense ka qetësi, në mbush plot. Por ambjente sportive që shef këtu kryeministër janë e njëjta edhe nga pjesa pasuqanit. Sepse parku kufizohet me bathorin dhe pasuqanin. Që afron rreth 152.000 banorë flas që i shërben ky park dhe i njëjti ambient me volleyball, me basketball, me tenis, me calceto, është dhe pjesa e pasuqanit apo jo ta ndej. Dhe shumë nga afër dhe molin. Pedonalja i gjitha rreth e përqarko 5.2 km. Vlera e pronës kryeministër këtu ka vajtur se imagjinon njëri me minimumi 4-5 fish. Pjesën lartë, pjesën private, kemi menduar vetëm 2 dhe 3 katë ndërtim, kjo zonë këtu. Dhe kemi pas goxha kërkesa, ku të ndërtohet gjitha zonë me vila. Dhe ka një kërkesë të jashtëzakonshme sepse ai që thash, mbështetja juaj ka qenë jashtëzakonshme nga dita parë që kam qenë në Bashkinë e Kamzës. Tani është dimër, po plot me njerëz. Ua, dje isha nga ora 12, o zot, madje të rinë të fëmijë duke lozur mund. O kryetar, me emër thirrën, ora ekip na kurt. O kipe. Po, tash kur të bëni ftesën ju do vi të bëjmë një ndeshje. Është Bashkia e Kamzës pas Tiranës dhe Durrësit ka më shumë të ri kryeministër. 20.000, kemi vetëm fëmijë nga klasa parë në 12. Keni dhe skuadrat më të mira të shkollave ju. Është vërtet. Është vërtet. Basketball, volleyball, sa jeni kampion? Në tre. 3 nga 4. Po. Dhe investimin që kemi bërë më të mirë që na ke bërë, edhe mendoj që ka ardhur koha për të investuar tek njerëzit, sepse tani infrastruktura për me drejtimin e vetë në gjithë Shqipërinë, jo vetëm në Kamës. Ne kemi investuar shumë në Qerdhe dhe në Kopshtë, kemi 5.700 fëmijë në Qerdhe dhe në Kopshtë kryeministër. Dhe mendoj që investimi më i bukur, pavarësisht takimi jo sot është për tjetër punë, por gjithsesi pse mos flasim se janë tërësi gjëra që është dora juaj. Mbështetje dhe vullneti patjetër. Është bërë nuk e di sa herë vin dje më energji të jashtëzakonshme. Se fillova nga e para, nga guri i parë dhe ke funit. Po janë rrit. Po, patjetër, po. Po viti i tretë, po, goxha. Qajri ka, ajri pastër. Ky moli? Po. Aty është amfiteatri. Aty është amfiteatri, kryeministër. Amfiteatri përdoret? Verës kemi bërë aktivitete. Ua, 1.000 veta. Ndarë këtu është, kemi mbi 2-3.000, ma në njerëz ndarë. Ua, se imagjinon do.
Patjetër me gjithë mënyrë me promovu këto kanoat. Është super sport. Do të bësh një bashkë me FSHN mund ta bëni një edicion parë për Po, promovimin e kanoave. Edhe vëni krijoni një bazë këtu kanoe që ti marrin të shaqësie bush. E këtu është rrinë të natë. rritë, papa. Ha? Papa, plot, papa. Plot. Super. Mund vazhdon puna intensive për një transformim që nuk ndalet. Edhe ky park është duke nisur të marrë një formë që mjafton të imagjinosh se si do të rritet kurora e pemëve në disa vite që vinë për të kuptuar që falë Shkretari Bashkisë me mbështetjen e Fondit Shqiptar të Zhvillimit, një aset gjelbër i paqëmueshëm i jepet kryeqytetit nga Kamza. Nga Kamza. Si u keni qartë. Faleminderit. Dhe kur sheh këtë transformim, të vjen keq se si koditën edhe u vlerësuan në të kaluarën asete po kaq të vlefshme si liçeni Farkës apo liçeni Prapë, përpara se sa ato territore të mund fundeshin në një administrim racional. Gjithsesi, mësojmë nga Kamza dhe ecim në shëmbullin e Kamzës. Faleminderit.